Крвниот притисок на градоначалникот на Тетово е во нормала, а померењето тој посети 2 шатори каде се послужи со чоколадо, кое му го подарија учениците од Средното медицинско училиште во Тетово по повод Светскиот ден на здравјето. Me këtë ne kontribuojmë në vetëdijsimin e qytetarëve sa i përket shëndetit të tyre dhe masave të cilat ata duhet marrin për të parandaluar smundjet e ndryshme. Наставниците и медицинските сестри истакнаа дека целта на активноста била да се дадат совети за зачувување на здравјето и промоција на нивните програми. Sinë ditës shëndetësore të 7 prillit, kemi organizuar disa aktivitete të cilat janë bazike për profesionin ton, siç janë matja e glikemisë, matja e tensionit, disa masazha të lehta që ofrohen pacientëve. Според извршените контроли, најчестите проблеми кај жителите на Тетово биле нивото на шеќер во крвта и крвниот притисок, како и болести на екстремитетите. Jemi këtu bashkë me nxënësit dhe profesorët e pjesës praktike në shesh, që të angazhuar për shëndetin e qytetarëve. Si profesionistë të së ardhmes në fushën e shëndetësisë, nxënësit tanë dijet e tyre të marra nga mësimi praktik, sot i vënë në shërbim të qytetarëve. Me këtë ata japin një mesazh të fortë për ndërgjegjësimin e ruajtjes së shëndetit publik.